E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lili, në këtë herë për të ndarë në fakt një reagim që ka bërë për herë të parë në Facebookun e saj zyrtar nëna e shpat kasapit, zonja Gjylimsere Kasapi. Ajo është e thyer nga portalet, nga njerëz të cilët mundohen që të hedhin vrerë, të hedhin inatin dhe mlefin e tyre drejt nuses së saj në këtë rast edhe drejt familjes së Selvijes, ashtu siç zonja Gjylimser e ka shkruar. Unë mendoj që të gjithë njerëzit duhet ta kuptojnë se më shumë se sa ishte i rëndësishëm për Selvien, për Roelin, për zonjën Gjylimser, për Jehonën dhe për familjen Shpati, më besoni nuk ishte për ju. Normalisht që ai e ka dashur Selvien dhe e ka ndar jetën me të. Unë pata fatin ta takoj personalisht këtë familje dhe kjo nënë e mrekullueshme merrte shumë dashuri nga të gjithë familjarët, si nga Selvia, si nga nusja tjetër, si nga vajza, si nga djali, dhe unë atë shtëpi nuk pash në asnjë lloj mënyre inate, mlefe, xhelozi, urrejtje apo mos dashuri për njëri tjetrin. Dhe në fakt, lajmet që shkruhen kundër drejt imazhit të Shpatit, kundër drejt bashkëshortes së Shpatit, kundër drejt familjes së tij janë të turpshme dhe këtu tregohet mos profesionalizmi i medias dhe mos njerëzimi i qytetarëve të cilët din vetëm të nxjerrin mllefin dhe din t'i bëjnë pazaret e shtëpisë tjetrit. A realisht dashuria në atë shtëpi, respekti në atë shtëpi, mirëkuptimi në atë shtëpi dhe respekti i nivelit të moshës ishte gjëja kryesore që ekzistonte, sepse unë atë gjë e preka vetë me duart e mia. Zonja Gjylimser shkruan kështu: I falenderoj të gjithë familjarët e familjes Kasapi, familjes sime nga prindërit e mi, edhe natyrisht të gjithë shoqërisë sonë në përgjithësi, kolegëve dhe artistëve nga të gjitha trevat shqiptare. Për mbështetjen falni dhe ndarjen me ne të gjithë dhimbjes së madhe që po përjetojmë me largimin nga jeta e shpatit ton të dashur për të gjithë. Në mënyrë të veçantë, dua të falenderoj thot Selvien time të dashur, shpirtin e shpirtit tim, shpirtin e shpatit tim, i cili jo vetëm që e dashuronte, por e adhuronte për butësinë, çiltërsinë, moralin e një bashkëshorteje të devotshme, e cila maksimalisht ishte e përkushtuar jo vetëm si bashkëudhëtuese në jetën e tyre të përbashkët, por edhe si një nënë e shkëlqyeshme e nipit të vogël Roelit. Kjo u vërtetua edhe me faktin se Shpati ndroi jetë në kraharorin e Selvijes, mbi të cilët u hudh edhe Roeli, duke mos e kuptuar se çka ndodh. Faleminderit të sinqert dua të shpreh edhe për familjen e Sefer dhe Elida Jao, që në këtë rast janë nëna edhe babai i Selvijes, Agimin dhe Besnikun, një familje mrekullueshme të cilët gjatë gjithë periudhës martesore të Shpatit dhe Selvijes kanë qëndruar afër nesh gjithmonë, kurse Shpatin e kishin jo si dhëndrin, por si djalin e tyre. Çdo spekulim ndryshe nga kjo, që me zemër të thyer dhe me lot në sy prej një nëne, prej një vjehre dhe gjysheje, do e dënoj jo vetëm moralisht, por edhe ligjërisht. Ju lutem atyre që në këto momente mundohen të na shqetësojnë si familje në përgjithësi, cilin do prej emrave që përmenda më lart, sidomos Selvien time, të dashur dhe të respektuar, e cila më mban të gjallë në këto çaste të rënda për mua, të lejoj ta përjetojmë dhimbjen tonë të thellë dhe le të shohin punën e tyre personale. Për fund, një falenderim të thellë për të gjithë ata që na ngushëlluan për yllin, për dritën dhe për birin tim dhe të juajnë Shpatin. Preu në paqe shpirti i mamit. Në fakt, kjo ka qenë ngushëllimi i zonjës Gjylimsere Kasapi, e cila tepër e thyer dhe shumë e rënduar dhe emocionalisht, domethënë po përjeton një
një krizë shpirtërore edhe më të madhe nga të gjithë lajmet edhe njerëzit të cilët mundohen që të spekulojnë duke u munduar në fakt që ta ulin vlerën e Selvijes. Selvia është një kontribuese e lartë në familjen Kasapi sepse ju thash që unë vete preka me dorë këtë familje, është një vajzë fantastike, një vajzë që ka investuar në atë familje për të patur dashuri, respekt, mirëkuptim, do të thënë ka respektuar radhitjen familjare si vjerën, si motrën e shpati që ajo e nxori në Instagram dhe e tha publikisht që e do dhe e respekton si motër, andaj mua më vjen shumë keq që njerëzit mundohen që në një farë mënyrë e dhimbjen që kam për shpatin, sepse kur e ke dhimbjen nuk e fajson tjetrin, duke e fajsuar dhe duke shpifur gjëra që realisht nuk duhet edhe të ekzistojnë në këto momente. Zonja Gjylimsere, zonja Selvie dhe gjithë familja Kasapi ka nevojë për dashurinë tonë, nuk ka nevojë për shpifje, nuk ka nevojë për mashtrime, nuk ka nevojë për gënjeshtra. Le ta lëm shpatin të prehet i qetë dhe le ta lëm Roelin të rritet me dashurinë të gjyshes të saj, të gjyshërve nga ana tjetër, me dashurinë e të gjithë shqiptarëve, të paktën le ta trashëgon këtë dashuri djali i shpatit në vazhdim derisa babi i tij aq pati fatin që ta trashëgon. Unë ju uroj vetëm ngushëllime dhe ju premtoj që gjithmonë do ta kujtojmë për ditë të bukura shpatin tuaj.